Prej argumente madhështore të profecisë është edhe ajo të cilën e lajmëron Zoti i Madhërisht në surën Rum, në surën e Romakëve, në cilën paralajmëron që Romakët pas disfatës që kanë psu, ata do të triumfojnë. Brenda bid'a sinin, kjo shprehje në gjuhën arabe aludon 3 deri në 9 vite. Dhe ashtu ndodh realisht, subhanallah, saqë me vërtet romakët i fitojnë persian dhe i kthejnë tokat e tyre të cilat ja u ka marrë perandëria persiane prej tokave të Shamit, të Levantit dhe fitojnë. Historiantë e sotshëm tregojnë që në atë kohë perandëria romake ka qenë tepër e dobët. Ka pas probleme të mëdha brendshme Herakli në atë kohë. Plus përveç kësaj ka mësuar disfat shumë të rëndë prej persianëve. Dhe askush nuk e ka prit në atë kohë që romakët do të triumfojnë. Mirë po, ja që shpallja qiellore asnjëherë nuk gabon. Edhe këtë lajmërim që ka dhënë Kur'ani me të vërtetë ndodh ashtu siç është paralajmëruar. Dhe me të vërtetë kjo është një argument tjetër prej argumenteve të profecisë.